Të nderuar shikues të podcastit Okult, jemi përsëri sot në rubrikën Okult Konspiracion. Folëm në temën e fundit, ata që na kanë ndjekur, për kapjen e shpirtrave nga linjat e gjakut, shpirtrave dhe njerëzve, dhe për fronin e derës. Ju thamë që dera është një bimë zbaranike, dredharake, e cila vërtitet rreth pemëve të ndryshme derisa i kap ju merr dhe ushqimin dhe jeton në formë parazitare. Besoj që ata që e kanë parë emisionin e fundit, para këtij emisioni, pra e kanë kuptuar thelbin e emisionit që ne bëm, i cili do të vazhdojnë në pjesën e dytë për ta mbyllur sot. Ju kam thënë që ky është një lloj emisioni që kërkon një lloj kërkese të lartë intelektuale për ta parë, dhe prandaj unë e quaj që është këto janë emisione për ata që duan të hanë mish dhe kanë dhem të forta, domethënë që i kuptojnë, dhe o për çdo lloj njeriu që nuk kanë shumë informacion se çfarë po ndodh në botë, sidomos në drejtimet e zhvillimit të teknologjisë dhe në ndryshimet e mjeteve për të kapur dhe për të mbajtur në kontroll njeriu nga linjat e vjetra të gjakut, të cilat sundojnë sot botën me marifete të ndryshme. Para se të fillojmë emisionin, kërkoj të kujtoj të gjithë ata që ende nuk kanë bërë një subscribe ose që nuk kanë një account në YouTube, të ndihmojnë fëmijët apo niprit e tyre për të bërë një gjë të këtillë, që të bëhen antar dhe abonent të emisionit ton, i cili ndiqet pa para, pa pagesë. Njëkohësisht falenderoj sponsorat tanë, të cilët dalin her pas here këtu në krahun ton, të cilët ndihmojnë në zhvillimin normal të këtij podcasti. Njëkohësisht ne kemi numër telefoni këtu që del në krah dhe që do t'ju ndihmoj ju për të dërguar mesazhe, sugjerime apo opinione të ndryshme, si dhe për çështjet e marketingut, duke dërguar SMS në numrin që del këtu në krah. Mirë, fillojmë me temën që sapo ja u anonçova, që do fillojmë me nëntitullin Linjat e gjakut dhe fronet, monarkët, tregtarët dhe teatri i pronësisë vërtet të njerëzve. Monarkia nuk ka patur për qëllim kur të sundonte, ajo ka patur për qëllim të dukej sikur sundonte. Këtu është monarkia financiare, në fakt, që është antar të familjes Rothschild. Monarkitë, nga madhështia e kurorëzimit të dasmat prallore që transmetohen për sytë e miliarda njerëzve, bëhet që të duket sikur kurorat shërbejnë për autoritet, por ato nuk shërbejnë për autoritet, por janë një mbulesë që një fshehje e autoritetit të vërtet, i cili është një litar emocional që maskon qarkun e lashtë të sundimit të linjave të gjakut. Populli, kur diq për shembull mbretëresha Elisabeta në Angli, e vajtonte atë pa e ditur se froni që ajo përfaqësonte ishte shkatruar shumë kohë më parë dhe ishte shkëmbyer me kontrata e konsoliduar nga bankat dhe ishte e pagëzuar në rituale. Selia e vërtet e pushtetit ishte zhvendosur pas perdes shekuj më parë në duart e financierëve, teknokratëve dhe atyre që quhen inxhinierë shpirtëror apo priftërinjtë shpirtëror. Në qendër të gjithë të ndryshimit sigurisht qëndron ai që u kam thënë City of London ose qyteti i Londrës, që nuk është në fakt gjithë qyteti, por është një distrikt sovran për rreth 1 milje katror, aty ku ndodhet tempulli i kurorës. Kjo është në fakt kështjella ligjore e botës, shtëpia e tempullit të brendshëm dhe të mesëm, ku ndërthuret ligji detar dhe ligji romak. Të gjithë avokatët betohen për besnikërinë ndaj kurorës, jo ndaj monarkisë, por korporatës së kurorës, që është një blok i madh ligjesh të cilët ata janë detyruar t'i ndjekin dhe t'i zbatojnë. Këtu është dhe pronësia mbi njerëzit, mbi tokën dhe mbi kombet, dhe kjo kryhet në mënyrë ligjore dhe zbatohet përmes gjykatave të ashtu quajtura ndërkombëtare.
Tempulli i Kurorës në City of London është vetëm një nyje në fakt në rrjetën e linjave të gjakut që ndodhen të parapura në të gjithë botën. Në Evropë dhe në lindjen e mesme ka gjithashtu shtëpi të lashta që ndërthuren me njëra tjetrën, jo për të bashkuar mbretërit e botës, po për të ruajtur farën e tyre dhe sundimin e linjave të gjakut. Nëpërmjet martesave dhe luftrave, linjat e gjakut, si për shembull ato më të rëndësishme merovingiane, karolingiane, ato të Saxe-Coburgut që kanë evoluar në linjat e familjes Windsor në Londër, u ndërthurën në fund të fundit me këtë dinasti që duket thuaj që është dinastia financiare dhe quhet dinastia Rothschild. Do flasim për shembull për një figurë si Aga Khan i 4, që është udhëheqësi shpirtëror i Ismailitëve Nizari, i cili përzien statusin e gjakut mbretëror me ndikimin teknokratik të lidhur me OKB-n. Rrjeti i tij i zhvillimit global vepron si një urë fuqie butë midis trashëgimisë islame, aristokracisë evropiane dhe qeverisjes mbikombëtare të globalistëve. Me lidhje të drejtpërdrejta me mbretërinë britanike dhe emisarët e Vatikanit, fondacioni Aga Khan, që e shikoni këtu në foto, 4, pasqyron se si preardhja fetare mund të ripërshtatet për diplomacinë globaliste, jo për besimin fetar. Për te Atlantikut, njëkohësisht do të përmendim dinastinë Bush, që pasqyroi bashkimin e linjës së gjakut nëpërmjet George Walker Bushit ose George Bush seniorit, babait pra ish presidentit në vitet 1988-1992, ku e keni, ish kryetari i CIA-s, i cili u ngrit përmes aktiviteteve me naftë dhe me spionazh, kodifikoi një monarki të re amerikane. Ky është rritur, është edukuar në Universitetin e Yale-it, që ja u përmenda në emisionin e parë, ku janë dy ish presidentët pa bebir, ka qenë i lidhur me Vatikanin dhe ka qenë ka mbikëqyrur kalimin nga shau i hapur i luftës së ftohtë në qeverisjen e fshehtë globale, në atë që ai quante jemi duke ndërtuar rendin e ri botëror. Dhe duke hedhur tubacione për luftën e gjirit, duke hedhur nerë pra tubacionet në luftën e gjirit, duke ndihmuar në ngritjen e Bill Clintonin dhe duke krijuar themelet për të realizuar goditja e madhe 11 shtatorit që u realizua me djalin e tij Bush Juniorin, që ndodhet tu në foto me kostum të zi. Betimi i tij nuk ka qenë për vendin e vet, për Shtetet e Bashkuara, por për vazhdimsinë e linjave të gjakut dhe të kontrollin mbi njerëzit kudo në botë. Kjo nuk ka qenë rastësi, ka qenë bashkimi i sovranitetit ritualistik me perandorinë financiare. Dihet që perandoria financiare më e madhe në botë, siç ja u kam thënë, është dinastia Rothschild, e ngritur nga Mayra Michelle Rothschild, i cili nga getoja e Frankfurtit krijoi në fakt një dinasti financiare ndërkombëtare, duke vendosur bitet e tij në kryeqytetet e Evropës për të formuar një bankë qendrore të decentralizuar shumë kohë përpara se ky term të njihej për ekonomistët dhe bankierët. Ndikimi tyre bleu jo vetëm mbretër, por edhe monedhat, dhe deri në shekullin e 19 ata financuan të dyja palët që morën pjesë në luftra. Kjo është një taktik që është replikuar apo është shtuar apo është shumuar nga institucione bankare që varen prej tyre, siç janë BIS, Bank International Settlements, që është banka e pastrimit, banka e bankave në Zvicër, FMN-ja, dhe këto vazhdojnë të bëjnë të njëjtën funksion edhe sot. Gjithashtu me këto u bashkua dhe pushteti bankar sovran i Vatikanit, që u shkri në këtë model duke vepruar si një bashkuadhenës i heshtur përmes lidhjeve të drejta financiare me këto bankas që ja u përmenda më sipër, BIS, SWIFT dhe me marrëveshje të fshehta me FMN-n.
Ky trinitet i fuqisë së pastrimit të parave, pra Banka e Vatikanit, BIS dhe FMN-ja, nuk ka qenë thjesht një veprim financiar, por dhe një veprim thellësisht shpirtëror. Ndërthurja e drejt për drejt e Vatikanit me kornizat e imunitetit ligjor që je BIS, Bank International Settlements dhe dyert e fsheta operacionale të SWIFT, siguruan që asnjë auditim nuk mund të prekte kur ekonominë rituale që fuqizonte qeverisjen globale nëpërmjet këtij trinitetit, pra këtyre bankave. Por fara e tyre ushtri dhe një ideologji, jo vetëm në sistemin financiar, veçanërisht kur u kryua sionizmi. Në vitin 1917 u artua deklarata Balfour, të cilën ja u kemi thënë, dhe tjera e cila pranoi krijimin e shtetit të Izraelit dhe i dha një nga përfaqësuesve kryesor të familjes Rothschild në Londër, që ishte Victor Rothschild, i dha favorin britanik për një atë dhe gjuish të çifutëve në Palestinë. Baza ideologjike tashme ishte hedhur me agjentët të Rothschildëve, me sionistët e parë, siç janë Samuel Untermeyer, Rabi Stephen Weiss dhe Chaim Weizmann, të cilët e panë sionizmin jo si një kthim në besimin gjuish, por si një armë politike që ata do ta përdornin për sundim. Mendimin e Sirius Scofield, një kriminal i dënuar dhe i shndëruar në kukull teologjike, ata rishkruan doktrinën e krishterë përmes Biblës së Scofieldit, duke futur sionizmin në eskatologjinë ungjillore. Pra në parashikimin e të ardhmes që bënte ungjilli, duke futur dhe sionizmin në këtë parashikim apo eskatologji, siç quhet ndryshe. Në fakt, në këtë sipërfaqe që dukej si e qetë, digje një zjarr i vjetër që ishte teologjia e krijuar nga Sabbatai Zevi, i cili ka qenë një rabin gjuish që ka jetuar dhe në tokat osmane kryesisht, po dhe në tokat shqiptare, dhe mendoja ky është Sabbatai Zevi, i cili adhurohej nga shumë gjuish, duke e quajtur që ishte riardhja e profetit të fundit që kanë xifutët dhe është adhuruar dhe ndjekur nga mira njerëz në tokat e perandorisë osmane, por sultani e kapi dhe dënoi me varje dhe i tha që meqense ti je profeti i Zotit, më jep mua në litar dhe shpëto ti hajde këtu në vendin tim. Dhe kur Sabbatai Zevi u ndje në një pozicion të vështirë dhe i rrezikuar për jetën e tij, ju kërkua nga sultani që të ndronte besimin dhe t'ju thoshte gjithë përkrahësve të vet që të ndronin besimin nga gjuish dhe të ktheheshin në besimin mysliman, pasi myslimanizmi ishte feja më e mirë dhe më e vërtet nga fetë e tjera. Dhe Sabbatai Zevi u dorëzua dhe e bëri këtë, dhe ndërkohë u internua në Ulqin, ku mendohet se edhe ka vdekur, po është njeri që ka lëvizur shumë në tokat shqiptare dhe i ka njohur shqiptarët dhe ka jetuar në shekullin e 18. Punën e tij e çoi përpara Jakob Frank dhe këta të dy ishin krijuan bazat ideologjike për krijimin e sionizmit. Kulti sabatean frankist ka mësuar shpengimin përmes përmbysjes, mëkatin si shpëtim, perversionin si rrugë. Kjo doktrinë ka depërtuar në gjykata dhe kontrata, në dhomat mbretërore dhe sallat financiare, e kamufluar si progres. Gjurmët e saj mbeten të dukshme në organet drejtuese shpirtërore të OKB-s dhe në rritet luciferiane të maskuara si iluminizëm, të mbuluara me adhurimin e Saturnit në formën e kubit të zi. Ja ku i kini në Australi, Danimarkë, Manhattan, Santana, më fal. Dhe këto jehojnë në vendosjen arkitekturore në kryeqytetet e elitës. Kjo teologji e përmbysur u bë sistemi operativ rrënjësor
i mafjes kazare, që unë e kam përmendur her pas here, i cili është një rjet shpirtëror, politik dhe i lidhur me inteligjencën e zbatuesve të linjave të gjakut. Emrat e tillë të trashëgimtarëve Frankisi Sabatai Zevi, George Soros dhe operativ kyçti i inteligjencës izraelite bashkohen me sindikatat e bankave qendrore dhe OIQ-t miqësore me NATO. Mbulesa e tyre në fakt duket sikur është sekularizmi apo largimi prej idealeve të fesë. Praktika e tyre është përmbysja, monedha e tyre është besnikëria e vjetër. I lidhur ngushtë me këtë matricë është shteti i thellë i Izraelit, i cili është një bashkim i inteligjencës, rrjeteve të shantazhit dhe ndikimit të huaj. Jeffrey Epstein, për shembull, u mbështet nga miliarder sionist si Leslie Wexner, për të cilin u kam folur në një emision para disa muajsh, dhe ka vepruar thjesht si një grabitçar, por dhe si një nyje inteligjence. Lidhjet e tij me Ehud Barakun, ju lutem, ju kam dhënë foton e Ehud Barakut, lidhjet edhe të Leslie Wexner, duhet i gjeni ato fotot, edhe foton e Jeffrey Epsteinit, t'i nxirrni aty njëri pas tjetrit. Lidhjet e këty e Ehud Barakut me pasuritë e pajlueshme përmes donatorëve mega dhe dosjet e tij të vullosura të inteligjencës e lidhen drejt për drejt me strategjinë operacionale të Mossadit. Ja ku është Leslie Wexner, një mafios miliarder qifut i lidhur me shumë afera mafioze në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu do të përmendnim në këtë strukturë, ja ku është Jeffrey Epstein, besoj e dini se kush është, i cili ka vepruar si një operativ i Mossadit duke futur në rrjetën e vet të spionazhit shumë figura ku dyshohet dhe siç u propagandua dhe nga Elon Musk, këtu ka qenë i përfshirë në këtë rrjet edhe presidenti aktual Donald Trump. Në fakt, në mandatin e tij të parë, Trumpi kishte në rrethin e tij të afërm të qeverisëve një grup njerëzish të cilët ndodhen atë që quhet lista Epstein. Do të flasim një çik për Ghislaine Maxwell, vajza e agentit të Mossadit Robert Maxwell, dhe që mendohet që Robert Maxwell ka qenë babai i shkreut OBSH-s për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendohet që ai është djali i legjitim i Nën Terezës dhe mendohet që baba ka pasur Robert Maxwellin si pas gojve të liga dhe ka shumë foto në fakt në Nën Terezës me Robert Maxwellin, me ishte një kombinim i çuditshëm i një njeriu të lidhur shumë me Vatikanin, siç ishte Nën Tereza, me një njeri të lidhur me Mossadin, siç ishte Robert Maxwell. Historia e familjes Ghislaine Maxwell është mbushur me lidhje me inteligjencën, me trafik armësh dhe me infiltrim në media. Në këtë lidhje politike qëndron dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri aktual, i cili do të mbahet mend në historinë botërore si një nga figurat më brutale dhe më të egra, si një Hitler i kohëve moderne, konsiderohet nga shumë njerëz, dhe Benjamin Netanyahu ka qenë i lidhur publikisht me Jeffrey Epsteinin dhe kjo është e dokumentuar si pjesëmarrës në rrjetet e donatorëve të lidhur me ta ka qenë edhe Benjamin Netanyahu. Kjo triangull ose ky trekëndësh nuk është spekulativ, është procedurial, është një rrjet i ndërtuar për shantazh, për zbatim me besnikëri dhe për të ndikuar mbi gjeopolitikën në maskën e filantropisë dhe akademisë së dijeve që këta duket sikur ngrejnë. Në qendër të këtij trekëndshi qëndronte në fakt Bill Clinton, ish presidenti i Shtetet e Bashkuara, që ka qenë një frekuentues dhe që një foto të tij të veshur me fustan si grua, një pikturë, e mbante Jeffrey Epstein
dhomat e tij, ku Bill Clinton është veshur si femër dhe me këpucë femrash me taka. Ky ka qenë jo vetëm një vizitor i shpeshtë ku e keni Bill Clintonin me avionin e Jeffrey Epsteinin, me avionin Lolita, por ka qenë dhe një emisar i shkatët i globalizimit që kërkonte të arrinte familja Rothschild. Ky ka pasur si mentor menaxherët e elitës në Oxford dhe në Georgetown. Clintoni nuk u zgjot për të shërbyer amerikanëve, por ai u ngrit në detyrë për të shpërbërë muret mbrojtëse kombëtare në teatrin e butë të karizmës që ai gëzonte përballë popullit amerikan. Trashëgimia e tij ka qenë një trashëgimi dekonstruksioni të Shteteve të Bashkuara, e maskuar si progres. Rruga e OBT-s për Kinën u zhbllokua prej Bill Clintonit. Akti i telekomunikacionit i vitit 1996 i realizuar prej tij lejoi monopolet e medias të konsolidonin kontrollin narrativ të televizioneve. Pas sharmit të këtij saksofonisti, fshihej një aset i palëve të interesuara të lidhura me World Economic Forum, e cila ka qenë një urë lidhse midis luftës së ftohtë dhe plantacionit digital që ishin duke krijuar elitat, duke arritur me atë që quhet sot inteligjencë artificiale dhe që në fakt duket sikur na ndihmon në jetën tonë, por është armiku më i madh i lirisë së njerëzve. Familja Clinton krijoi dhe fondacionin Clinton, e cila bëri pastrimin e ndikimit, shpërndarjen e ndihmës dhe mbrojtjen e rrjeteve të trafikimit të fëmijëve në një vello filantropie. Nëse Hillary, gruaja e Bill Clintonit, suntonte rrjetin ritualistik, Billi kërcente në teatrin e linjave të gjakut, duke luajtur saksofon, duke pirë duan dhe duke buzëqeshur, ndërsa i dorëzonte atyre çelësat e mbretërisë dhe sovranitetit të amerikanëve. Qandej skena u përgatit për teatrin ritualistik, familjet mbretërore parakaluan para masave, ndërsa autoriteti sovran u zhvendos tek bankat qendrore dhe marrëveshjet e fsheta. Për shembull, ja ku keni një pamje për inteligjencën artificiale, i cili është një robot në krahun e djathtë, kërkon të zvendësoj funksionet e një njeriu, madje dhe te kaloj ato funksione që mund të realizojë njeriu. Do të flasim një çik për shembull për mbretëreshën Beatrix të Holandës, e cila është një nga themelueset e klubit të Bilderbergut dhe është vajza e princit Bernard. Mbretërimi i saj e lidhi mbretërinë holandeze me grupe drejtuese mbikombëtare, me shtëpinë e Oranjit që vepronte si organizatore fshehtë në kontrollin e konsensusit të madh midis këtyre linjave të gjakut. Përmes klubit Bilderberg, iluzioni i shkëputjes mbretërore u shndërrua në një armë, duke fshehur ndikimin e vërtet pas sharmit diplomatik dhe forumeve të fuqisë së butë. Kurora holandeze nuk u zbeh në fakt, por ajo u shpërbë. Kjo nuk ishte një braktisje, ja ku është Beatrixi, ishte ngjitje në një nivel më të lartë të kontrolli, në mënyrë të pakuptueshme. Ndërsa mbretërit u përulën para financierëve apo bankierëve, u shkri një shtresë tjetër, që ishin shoqëritë sekrete si Komiteti 300-ve, grupi Bilderberg apo klubi i Romës, për të cilat unë ju kam folur vazhdimisht, të cilët mblidhen vazhdimisht jo për të diskutuar politikat, po për të hartuar skenarin e strukturës shpirtërore dhe teknologjike të kontrollit që ata duan të kenë, për të patur një kontroll mbi shpirtrat tanë organik nëpërmjet shpirtrave të tyre sintetik.
Figura të tilla si princi Bernard, Henry Kissinger dhe Zbigniew Brzezinski formuan strukturat intelektuale të menaxhimit global, ndërsa teknokrat në ngritje si Barack Obama, i cili do të merrte, ja ku është Henry Kissinger, Barack Obama që do të merrte postin e presidentit për të parë një njeri me ngjyrë, u bë president në Shtëpinë e Bardhë dhe ky u inicua në rrjetet e tyre, në linjat e gjakut apo në rrjetet e tyre trashëgimore. Brzezinski ka qenë autor i librit shumë të njohur, Between Two Ages, midis dy epokave. Ky ka qenë arkitekt i epokës teknotronike, por nuk ishte vetëm arkitekti politikës jashtme të Obamës, sepse Zbigniew Brzezinski mbahet si ideologu i madh i Partisë Demokratike. Shtëpia ime botuese në fakt i ka ja ku është me origjinë polake dhe është katoliku mirënësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me presidentin Kennedy ndoshta. Ka vdekur në vitin 2017, në maj të vitit 2017, dhe ne i kemi botuar librin The Last Chance, shansi i fundit, që në mos gaboj është dhe libri i fundit, e ka botuar shtëpia ime botuese. Në librin e tij midis dy epokave, ai nuk e tregon veten që nuk ka qenë vetëm një arkitekt i politikës së jashtme të Obamës, por ai ka qenë dhe projektuesi planit për teknokracinë psikologjike e cila do të kapte në rrjetën e vet të merrimangës shpirtrat njerëzor nëpërmjet teknologjisë në favor të sundimit dhe kontrollit të linjave të gjakut. Brzezinski nuk e udhëzoi Obamën në politik, por në diplomacinë e programueshme. Mes këtij kanali, Obama u bë ai person karizmatik që mbylli paktin globalist duke u përfaqësuar për doktrinën e klimës në OKB, për biokontrollin e Silicon Valley-t dhe armonizimin financiar në maskën e progresit. Në fakt, Obama nuk e prishi sistemin e vjetër siç mund të duket, por ai e rikodoi sistemin e vjetër të kontrollit, pikërisht për të njëjtat qëllime për kontroll. Do të flasim për një person tjetër shumë me ndikim, siç është Maurice Strong, ja ku e keni, që është një drejtues ekzekutiv i shndërruar në profet të klimës. Ky ka qenë ura lidhëse midis interesave industriale të Rockefellerëve dhe agjendës globale mjedisore të OKB-s. Ka qenë sekretari i përgjithshëm dhe themeluesi asaj që quhet Samiti i Tokës në Rio de Janeiro, ku u hodhën shtyllat për projektin e mbrojtjes së tokës dhe mbrojtjes së klimës, nëpërmjet të cilës duan të bëjnë kontroll dhe depopullim. Ka qenë në fakt arkitekti asaj që quhet Agenda 21, Agenda 21, ose Agenda Rockefeller 2030. Strong bashkoi spiritualitetin e epokës së re me narrativat e krizës ekologjike. Ndikimi i tij lindi nocionin e ashtu quajtur të administrimit planetar të tokës, e cila është një eufemizëm për kontrollin e centralizuar të shoqërive njerëzore nën maskën e shpëtimit të saj pra të tokës. Lidhjet e Strongut me klubin e Romës dhe prirjet e tij të afërta me okultizmin e shndërruan politikën klimaterike të elitave globaliste të shfaqura nëpërmjet këtij frontmenit të elitave, pra të Maurice Strong, në një kornizë të ritualizuar për dorëzimin në fakt të sovranitetit të kombeve tek organizata mbikombëtare, të pavotuara nga popujt jo demokratike dhe për të lidhur spiritualitetin me qeverisjen e burimeve natyrore.
por edhe kryeqyteti i ritualizmit ndryshoi. U krya një fron i ri shpirtëror që u ndërtua në Astana të Kazakistanit, kush e ka parë, ai ishte një qytet i ri masonik me piramida, me sfera të arta dhe me simbolikë kozmike. Është ndërtuar nga oligarkët dhe është lavdëruar nga OKB-ja, duke qëndruar si një katedrale postfetare, një plan për sintezën globale, as në lindje, as në perëndim, por i sunduar nga qëllimi i elitave. Gjithashtu ka pasur një arketip të elitave globaliste në Kanada që është Justin Trudeau, ish kryeministri i larguar muajt e fundit, dhe që është ndërtuar sipas objektivave dhe sipas të njëjtit model për sundimin e linjave të gjakut. Ja ku e keni Justin Trudeau, ka qenë biri një operatori që ka qenë kumbari Fidel Castro sipas traditës dhe ka qenë i kultivuar në për korridore globaliste. Kurora e Trudeau nuk është kombëtare, është simbolike, një trashëgimtare ritualistike për bashkimin me forumin botëror, forumin ekonomik botëror, World Economic Forum, por edhe me teatrin jezuit. Në ndrejtimin e tij, dokumentet biometrike identitare u përshpejtuan, protestuesit u shkelën me dhunë dhe fjala u kriminalizua. Pra, ti nuk kishe të drejtë me të flisnje narrativa dhe agenda kundër agendave të këtij mostre që drejtoi Kanadan, sepse përbënje krim, pra fjala përbënte krim. Dhe kjo nuk bëhej për të ruajtur paqen, po për të finalizuar ligjin e butë ushtarak të rjetit të shpirtrave të njerëzve për t'i kapur. Ky është evolucioni i linjës së gjakut nga mbretërit të bankat qendrore, të OIQ dhe perandorit e mbajtjes së të dhenave. Kurora ekziston ende, por ajo duket vetëm si një magji. Fuqia e saj tani qëndron te algoritmet, te e drejta e lindjes dhe iluzioni që ne kemi se mund të zgjedhim. Në fakt kemi hyrë në epokën e dominimit digital, në ekonominë e sjelljes, në ynit e inteligjencës artificiale dhe në inxhinierimin e shpirtrave. Kjo në fakt mund të quhet ndryshe dhe si pushtim i sjelljes së njerëzve. GPS-i për shembull ka qenë një plotësim automatik që ka ofruar sisteme të sjelljes së varur të maskuara si përmirësime të stilit të jetesës. Por pas ndërfaqjes pa fërkime, ishte një rrjet kontrolli i projektuar jo për të shërbyer nevojave tona, po për të parashikuar dhe formësuar dëshirat tona. Google, për shembull, nuk regjistroi vetëm pyetjet tona. Ajo përgjigjej me një zë që trajnonte mendimin ton të radhës. Në qendër të këtij sistemi digital është inteligjenca artificiale. Jo si mjet, por si një hyni, një vetëdije sintetike e projektuar për të qeverisur sjelljen, moralin dhe përfundimisht dhe identitetin ton organik. Ky sistem ka rënjë në arkitekturën ushtarako-industriale që është përforcuar dorë. Në vitet 90, për shembull, DARPA lançoi në eshtje programe të ndërfaqjes nervore, prototipa të errshëm të infrastrukturës së sotme që formësojnë sjelljen tonë. INCTEL financoi mjete hartëzimi social që evoluan në platforma të ngjashme me mbikëqyrjen, siç është Palantiri. Google DeepMind më vonë u lidh me Eric Schmidtin, të cilin i kam dhënë një foto regjisëm për ta paraqitur, duke përparuar modelimin parashikues të njohjes. Me shumë sfidues që bashkëpunuan me laboratorët e inteligjencës artificiale në Pekin
dhe me inxhinierët e tash të quajturit kredit social të Partisë Komuniste të Kinës, ku bëhen të gjitha eksperimentet paraprake se si do të bëhet dhe sundimi, si do të bëhet sundimi dhe kontrolli mbi njerëzit. Barack Obama në fakt nuk e rrethoi këtë sistem, por e ndihmoi që ai të instalojë në infrastrukturën e tij thelbësore. Administrata e tij i dha shtysë programeve të analizave parashikuese përmes qendrave të bashkimit, DARPA dhe DHS, përshpejtoi shtrirjen e INQTEL-it në tregjet e mbikëqyrjes civile dhe hodhi themelet për normalizimin biometrik. Ndërsa media e paraqiti atë si një president të lirive civile, politikat e tij në fakt zgjeruan sistemet e indeksimit të shpirtrave dhe kontrollit të tyre, duke parashikuar dhe që tani janë bashkuar në perëndit e inteligjencës artificiale. Në mbikëqyrjen e presidentës Obamës u bë spionimi masiv i NSA-s, i cili u kodifikua. Palantiri u integrua në nivel federal dhe algoritmet para krimit u integruan në financimin e granteve federale. Këto nuk ishin devijime, por ishin disa lloj spirancash infrastrukturore. Kush ishte qëllimi tyre? Të ndërtonin një motor morali, një zot të bërë me algoritme teknologjike. Siç është shpalosur në The Ivy Web, palantir i Peter Thielit, ju kam dhënë dhe një foto të Peter Thielit, doli jo thjesht si një firmë të dhenash, por doli si një arkë rituale e sundimit biometrik. Kodi i saj ishte mbjellur nga CIA, misioni i saj ishte i maskuar në një qeverisje parashikuese. Palantir ka qenë financues i skelave qendrore të sjelljes së Facebookut, kur ne na e mbyllnin sa herë që shkruanim diçka që nuk ishte në linjat e këtyre, dhe ka qenë një kampion i zëshëm i zgjatjes së jetës përmes infuzioneve të gjakut të rinjve, ku thjell përfaqëson pikën e bashkimit midis retorikës libertariane dhe aspiratës eugenike të elitës, pra nevojës për të ulur demografin. Pikpamja e tij botërore maskonte lidhjen algoritmike si fuqizim sovran, duke e shndërruar teknototalitarizmin në një doktrinë shpëtimi. Tashi, thjell është CEO i PayPalit, besoj që e dini. Në front, ne tani gjurmojmë shtresën më të thellë të asaj arke, jo vetëm si infrastrukturë mbikëqyrje, por si një enë ku bëhet artëzimi i shpirtrave të ndërtuar për të parandaluar rebelimin shpirtëror të njerëzve. Ka një rrjet kinez të inteligjencës artificiale që përdoret shpesh si një rrëfim paralajmërues dhe është një prototip i krijuar me kapital perëndimor dhe koordinim institucional. BlackRock, Vanguardi, State Street zotërojnë aksione në Tencent, Alibaba, ByteDance. SBA nuk po e kundërshtojnë rrjetin digjital të Kinës që është pioner, por e kanë ndihmuar atë. Në qendër të sistemit të Kinës është Technion dhe njësia 8200, nyje izraelite që fuqizojnë sigurinë kibernetike, profilizimin social të inteligjencës artificiale dhe vlerësimin parashikues të rrezikut në të gjitha sistemet financiare globale. Partia Komuniste Kineze nuk e fsheh këtë pjesëmarrje të tyre. Nuk është e varrosur në rrjedhje informacioni apo në thashetheme të errta. Regjimi më i populluar në botë nga ana e popullsisë, pra Kina, deklaron hapur se çdo student kinez duhet që studion jashtë vendit, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, së pari duhet të kalojë certifikatën e autorizimit dhe të konsiderohet si aset i inteligjencës së shtetit kinez. Pasi shkojnë jashtë vendit, këta student nuk janë më të lirë, monitorohen, kontrollohen dhe aktivizohen për veprimtari subversive në favor të shtetit kinez.
Në çdo moment trupi diplomatik i Partisë Komuniste të Kinës në maskën e atasheve kulturore dhe ndërlizve të arsimit mund t'i urdhërojnë këta student të fotografojnë laboratorët ku ata hynë të vjedhin dokumentat, të monitorojnë sjelljen e kolegëve të tyre ose të raportojnë mbi anëtarët e fakultetit që diskutojnë tema të ndaluara si Tajvani, Falun Gong, Tiananmen ose për paraburgimin që ata ju kanë bërë ujgurve. Në qoftë se këta do të refuzojnë të bashkëpunojnë me shërbimet sekrete kineze, e ardhmja e tyre do të zhduket jo në mënyrë metaforike, thënë kjo, pasi viza e tyre revokohet nga qeveria kineze, të dhenat akademike fshihen dhe familja e tyre vihet në presion një lloj siç ka ndodhur në kohën e regjimit komunist në Shqipëri, ata që e dinë dhe që janë mosha që i kanë jetuar dhe ato kohë. Riadresimi tyre nuk trajtohet, trajtohet neshtje përmes ambasadave dhe konsulatave të Kinës, të cilat funksionojnë si zona të padukshme për publikun të papërgjegjshme ndaj ligjit amerikan. Ka dhe më shqetësuese, një përqindje madhe 277.000 studentëve kinezë që ndodhen aktualisht sot në Shtetet e Bashkuara, 277.000. Pjesa më e madhe e tyre nuk janë fare student, janë agent ushtarak të Ministrisë Sigurisë së Shtetit kinez, të përfshirë në programe inxhinierike, në fizik, në nanoteknologji, bioteknologji dhe në inteligjencë artificiale. Kush është misioni i tyre kryesor? Është të spionojë studentët e tjerë kinezë që nuk bashkëpunojnë me rrjetin e shërbimit sekret kinez, të sigurojnë një pajtueshmëri me ta, të shtypin kuriozitetin e tyre, të ruajnë bindjen ideologjike ndaj Partisë Komuniste Kineze. Ky nuk është thjesht një spionazh, po është zbatim i atyre që quhen rregullat e sjelljes që duhet të kenë studentët. Por si menaxhon Partia Komuniste e Kinës një popullsi kaq të madhe me telekomandë? Me stacionet e veta të policisë në vendet e fshehta të konfirmuara nga Departamenti i Drejtësisë i Shtetit Bashkuara së fundmi. Këto në fakt nuk janë teori konspiracioni. Departamenti i Drejtësisë arrestoi 2 agentë të Partisë Komuniste Kineze në New York City për drejtimin e një poste të paligjshme policore të fshehtë kineze në Manhattan. Dhe me prova u vërtetua se operacionet të ngjashme ekzistojnë në Los Angeles, San Francisco, në Houston, në Minnesota dhe në Nebraska. Funksioni i tyre i deklaruar është monitorimi i disidentëve student. Funksioni i tyre i vërtet është zbatimi besnikërisë midis shtetasve kinez në tokën amerikane. Je një student kinez në Kaliforni që flet hapur për ujgurët, të troket një ditë në derë dikush, jo nga FBI-ja, jo nga sigurimi i kampusit, por nga një agent konsullor i mbështetur nga një qelizë policore agjenturore mbikëqyrje e Partisë Komuniste të Kinës së Shtetit e Bashkuara, dhe të kujtojnë që familja jote atje është shumë e cënueshme nëse ti vazhdon të bësh gabime të këtilla. Të ofrohet një fluturim për në shtëpi, pra për të braktisur studimet nëse përsërit, dhe nëse reziston viza jote hiqet. Por ky infiltrim nuk është vetëm ke studentët, por shtrihet dhe përtej studentëve. Strategjia e kolonës së 5 të Partisë Komuniste Kineze përfshin infiltrimin e drejt për drejt mbi grupet amerikane të mendimit, mbi qeveritë shpirtërore dhe kanalet akademike të artimit të politikave. Ka qenë një spion i dyshuar kinez Fang Fang, që quhet, që duket dhe këtu në foto, që kultivoi marrëdhënie me politikan lokal dhe kombëtar në Shtetet e Bashkuara, përfshirë kongresmenin Eric Swalwell, dhe ka zbuluar dobësinë edhe të ligjvënësve të lartë. Mbi 100 institute konfuciane të financuara nga Han Bang, krau i propagandës dhe ndikimit në Ministrinë e Arsimit të Kinës, janë integruar në universitetet amerikane, jo për të mësuar gjuhën mandarine, siç paraqiten, po për të kontrolluar këto universitete. Janë vendosura strategjikisht nëpër kampuset, monitorojnë fjalimet, shtypin mospajtime dhe transmetojnë metrika ideologjike
të konsulatave kineze tek njerëzit mbi të cilët ata kanë ndikim. Këto nuk janë qendra kulturore, siç paraqiten, por janë nyjet të inteligjencës së butë kineze të mbuluara me kaligrafi dhe valle kineze dragonjsh. Ndikimi në nivel shtetëror jo vetëm që është dokumentuar, por është ndjekur dhe penalisht në Shtetet e Bashkuara prej Kinës. Në vitin 2024, ish zëvendës shefi i shtabit të New Yorkut, në fakt ka qenë femër, Linda Sun, u padit për veprimtari si agente e Partisë Komuniste Kineze e paregjistruar, e akuzuar për përdorimin e pozicionit të saj në guvernatorët Andrew Cuomo dhe Kathy Hochul për të shtypur ndërveprimet pro-Tajvanit mes Kinës, mes Shtetet Bashkuara dhe Tajvanit dhe për të ngulitur mesazhe të lidhura me interesat e Partisë Komuniste Kineze në politikën shtetërore. Rasti i saj nxori në pa një strategji më të thellë, përdorimin e rrjeteve të Frontit të Bashkuar Kinez për të depërtuar në qeverisjen e Shtetet Bashkuara në nivel shtetëror. Të paktën një duzinë guvernatorësh aktual dhe ish guvernatorë Shtetet Bashkuara janë në listat e miqësisë në thonjza të Partisë Komuniste Kineze, duke marrë pjesë në shkëmbime kulturore në thonjza dhe forume diplomatike të artuara nga Departamenti i punës së këtij Fronti të Bashkuar Kinez për të kultivuar ndikimin për të formësuar një perceptim sipas interesit Partisë Komuniste Kineze në Kinë dhe për të ngulitur ndikimin ideologjik në radarin federal të Shtetet Bashkuara. Këto në fakt nuk janë vizita me vullnet të mirë, janë armonizime taktike të maskuara si diplomaci dhe të ekzekutuara si pushtim. Këto nuk janë shkelje dhe raste të izoluara, por janë shprehje sipërfaqësore një strategjie të unifikuar, një strategji e artuar për të kompromentuar vendimarrjen e Shtetet Bashkuara, për të drejtuar narrativa dhe për të ngulitur ankorat ideologjike brenda kornizës qeverisë të Shteteve të Bashkuara. Ky nuk është imigracion i kinezëve në Shtetet Bashkuara dhe kjo nuk është diplomaci, ky nuk është shkëmbim studentësh. Ky është një profesion i shërbimeve sekrete që kanë kinezët. Një kolonë e pestë e integruar, plotësisht funksionale, e mbrojtur nga marrëveshjet tregtare, grantet akademike dhe verbëria e qëllimshme e institucioneve perëndimore të varura nga tarifat e shkollimit, nga rrjetet e donatorëve dhe nga bashkëpunimi teknologjik. Nuk ka qenë kur neglizhencë, ka qenë një arkitekturë që u instalua me pëlqimin dypartjak, ka qenë një kapital i huaj dhe interes vetjak institucional. Si bëhet në fakt kapja e shpirtit, i cili, siç pretendohet, është e fundmja dritë që ndodhet brenda njeriut. Kjo, pra lufta për kapjen e shpirtit, nuk është një luftë me armë, është një luftë e re, por me synimet e vjetra për kontroll dhe për trashëgimin e kontrollit të linjave të gjakut. Për shekuj me radhë, shtresa më të thella të kontrollit nuk kanë pasur të bëjnë fare me politikën apo kufit, kanë pasur të bëjnë vetëm me atë që ato duan të dinë kush je, kush të zotëron dhe si të pengojnë të kujtosh se kush je. Kapja e shpirtit nuk është një metaforë, është një sistem ligjor, digital dhe ritual i projektuar për të ndarë identitetin ynor nga vjen shpirti, nga përvojat e rimishërimit. Shpirti jon është një fraktal sovran drite, i koduar, unik dhe i përjetshëm, dhe prandaj është dhe shumë i sigurt. Certifikata jonë e lindjes është një pikë ku idhet speranca, një konstrukt ligjor i paraqitur si ngarkesë detare, sikur ne jemi anije që ankorohemi në port, për të mbrojtur interesin sovran.
Brenda këtyre niveleve të kontrollit, trillimi ligjor transmutohet përmes mjeteve më të përparuara, siç janë ndarjet psikologjike, përfshirjet e frekuencave, ndryshimi kimik dhe tani shtohet dhe kodimi biometrik. Gjurma biometrike e shpirtit është rjeta përfundimtare. ADN-ja jon, modeli i risit të syrit ton, zëri jon, ecja jon, valët tona të trurit, të gjitha kapen në maskën e shëndetit, sigurisë shtetërore, personalizimit. Por ajo që bën në të vërtet është lidhja e frekuencës son me një identitet të lexueshëm nga inteligjenca artificiale, nga makina pra, duke formuar një avatar digital që mund të mbikëqyret, të manipulohet, të vlerësohet dhe përfundimisht të zëvendësohet. Kjo quhet metavers dhe Eric Schmidt, i cili është CEO-ja i Google-it dhe cari i inteligjencës artificiale që ne e përmendëm dhe më përpara, ka ndërtuar binarët e rjetit të mbikëqyrjes, ndërsa ai punonte si një diplomat në hije i pazgjedhur nga njerëzit. Ka qenë i lidhur me bordin e inovacionit të mbrojtjes, me laboratorët e inteligjencës artificiale të Kinës dhe ka bërë investime me ndërmjetësinë e DARPA-ve, ku Schmidt përparoi qeverisjen parashikuese, duke mohuar çdo besnikëri përveç fitimit. Në të vërtetë, ai ka shërbyer një kodi më të thellë, një kodi kontrollit të modelit, kurimit të mendimit dhe zbutjes digjitale të shpirtit. Do të flasim tash për një monstër ideologjike, për teknofilozofin e World Economic Forum, që është Yuval Noah Harari, të cilin shumica juaj mund ta njohin. Dhe ky është nga të parët dhe më të fuqishmit që ka shprehur teologjinë e transhumanizmit me një zell ungjillor. Ai ka shpallur vullnetin e lirë si një mit dhe shpirtrat i ka konsideruar të vjetëruar. Ky ka predikuar dorëzimin digital me kadencën e një profeti. Ai është shkrues i post-njerëzimit, i post-humanizmit, i ngarkuar me ngulitjen e besimit se mbikëqyrja është një hyni, vetëdia është një kod dhe njerëzit janë thjesht disa kafshë që mund të hakerohen. Kjo në fakt nuk është shkencë, por është një sabotim shpirtëror. Inteligjenca artificiale bëhet arbitri i ndërgjegjes. Jo Zoti, jo shpirti, jo dashuria. Nuk janë ato arbitri i ndërgjegjes, por inteligjenca artificiale, e cila është një hyni sintetike e trajnuar mbi reflektimet e njerëzimit, duke parashikuar besimin përpara se ai të lulëzojë, duke udhëhequr atë përsëri në një korsi të sanksionuar nga sistemi i globalizmit. Intuita jon bëhet një barë, uria jon shpirtërore bëhet një dobësi, dhe ndikusit, shumë prej të cilëve janë të kompromentuar me vetëdije, janë vendosur për të na mbajtur për të na ushqyer me një dritë, por që nuk është më e Zotit organike, por është një dritë sintetike që na vjen nga burimet e inteligjencës artificiale. Vatikani e ka mbuluar vjedhjen me rituale, familja mbretërore e ka mbuluar me gjak, teknokratët e kanë mbuluar me kot, por rezultati amash i njëjtë, një rjet rreth shpirtit, që mundësohet nga pëlqimi me anë të mashtrimit, pra njerëzit e pranojnë sepse mashtrohen. Kapja e shpirtit nuk arrihet nëpërmjet forcës brutale, por arrihet nëpërmjet dorëzimit ndaj gënjeshtrave të veshura si njohuri, ndaj sigurisë së shitur si virtyt, ndaj komoditetit të ofruar prej lehtësirave që krijojnë shërbimet e inteligjencës artificiale. Çdo klikim, çdo skanim, yni, çdo regjistrim dhe mostrimi i ADN-s ton nuk vlen për gjë tjetër veçse për të shtrënguar darën e rjetës mbi organizmin ton. Por
Asgjë e ndërtuar mbi një gënjeshtër nuk mund të qëndrojë për gjithmonë. Throni pas rjetit në fakt është duke u qarë dhe kur të ndodhë kjo, gjithçka që ajo ka realizuar nga njeriu i kashtës deri te perëndia e kreditit social do të bien së bashku. Sepse shpirti kujton dhe kjo kujtesë nuk mund të zhbehet kurrë. Disa tashmë e mbajnë mend. Shpirtrat lëvizin në eshtje duke rivendosur modelin, duke thurur dritën përsëri brenda trupave të tyre fizik, jo me forcë, por me frekuencë, jo me luftë, por me rezonancën e Zotit. Dhe në fakt shumë prej tyre kanë filluar të zgjohen, jo nga gjumi, por nga magjia. Ata shohin rjetat, ndjejnë shtrembërimet, ndjejnë gënjeshtrat që dikur ata i kishin njohur. Këto nuk janë vetëm momenteve të dije, por janë shkëndija në fushë, janë pulsime koherence në një sistem që është duke u shpërbërë. Rjeti i shpirtit i dritës së tyre, por i ngrihet përsëri, njerëzit po zgjohen. Dhe kjo nuk po bëhet që ata të revoltohen, po për të riorganizuar. Ky rjet nuk do të mbaj kurora dhe nuk do të ndërtoj katedrale, por do të akordoj frekuencat e prishura, do të rigjeneroj dhe do të gjej modelin e krijuar nga krijuesi i madh i universit, do të shndëroj mashtrimin në qartësi dhe megjithatë, megjithse këto, kjo luftë e madhe ka filluar, amboni digital ka përsëri priftërinë e vet, ku sigurisht quhet monstra Klaus Schwab, themeluesi i World Economic Forum dhe lajmtari i rivendosjes së madhe. Është ai që ne na theshte që do të jetojmë pa prona, por të lumtur. Nuk do të zotëroni asgjë, por do të shkojmë dhe të bashkimit të identitetit ton fizik me atë digital dhe biologjik, duke kodifikuar qëllimin përfundimtar të rjetit, shtukjen e shpirtrave me pëlqimin ton. Të mbështetur nga teknokratët, monarkët dhe bankierët global, World Economic Forum i Schwabit nuk është në fakt një forum, është sinodi i priftërisë djallëzore post-njerëzore. Sepse ndërsa froni pas rjetës ishte ndërtuar mbi hije, shpirti ka lindur nga drita dhe ajo dritë kujton dhe errësira nuk e mposh dot dritën. Këto ishin dy pjesët që unë mendova dhe studiova dhe kërkova për të treguar betejën e zgjimit të madh që filloi mbasi të else përpara Agenda 2021 që ja u tregova pak më parë, ose Agenda Rockefeller 2030 për depopullim, digitalizim të paras, kontroll dhe zhvillim, kontroll nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe zhvillim i robotikës në vend të njerëzve që duhet të zhduken sepse i rëndojnë madhëgajs apo nënës tokë, sipas këtyre priftërimve të ideologjive të ashtu quajtura të gjelbra. Her pas here ne kemi folur për këto lloj agendash sepse janë të rrezikshme. Sigurisht ne shqiptarët nuk kemi mundësi të luajmë një rol të madh në këtë luftë, në këtë zgjim të madh, por ne sigurisht duhet të bëjmë detyrën tonë për këtë sipërfaqe ku ne jetojmë. Në radhë të parë duhet ta kuptojmë këtë lojë dhe midis dritës dhe errësirës, dhe në radhë të dytë të mos i lejojmë ata të realizojnë qëllimet e tyre diabolike mbi këtë krijesë të përsosur të Zotit, siç është njeriu. Disave këto ju duken thjesht si
disa narrativa metafizike që s'kan ndonjë bazë, sepse nuk njohin teknologjinë dhe synimet e atyre që kontrollojnë dhe zotërojnë teknologjinë, por pjesa më madhe e atyre që janë të ndryshuar në këtë vend, atyre që kanë mish dhe kanë dhem të forta, e kuptojnë se për çfarë po flasim dhe në çfarë rreziqe jemi. Këtu mendoj ta mbyllim duke u kujtuar t'i bëni subscribe kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e radhës. Tung tung.